duhet kalojmë prapë te ty dhe artiste. Ti ke nxjerrë një EP. Po. Të fundit. Edhe unë po e dëgjoja, edhe më bëri shumë përshtypje. Kjo kënga më pëlqeu shumë edhe më preka shumë. Sa unë jam në fëmijësh. Edhe quhej Nina Nana, që ishte për çunin. Më pëlqeu kjo pjesë thoya unë sisha unë, tani s'kam më unë, je ti, pastaj unë, edhe po të vinte shumë natyralisht e kënga. Pa ty shite syri shtrëmbër, pa ty sërite kjo zemër, e kam lidh një krye vepër, po vjen era fëmijë krejt shtëpia. Edhe pëlqeu shumë. Edhe që më bëhet mishi tash. Jo, vërtet sepse jo munu. Kur e ke fëmijën e kupton dhe sidomos aroma babyt që është tamam aroma që të merr malli kur ikën. Prej momentit që komet 7 zonën e deri para 5 muajve unë jo mundu me shkruajt një këngë për këtë ndjenjën edhe s'kom mujt. Ose folsha ma shumë sa që duhet, ose folsha ma pak se sa që duhet. Edhe përfundova te gjëja që mos me sforcu ma vetën, se e pata një periudhë, së të mos 7 zonë kur jem kanë, që e pata sforcu këgja shumë vetën, se do isha me shkryt një këngë për ndjesin, që a përjeton një femën, kur në atë periudhën sa është u rrit ky fruti me na... Lëvizte shumë, lëvizte? Jo, nuk u kanë shumë lëvizës. Njëjtë është, ashtu është. Ashtu është, në gjamë, po, është e çuditshme. Por ndryshon adoleshencë, kujdes. Mendoj që ai s'ka më ndryshu shumë. Dhe uroj shumë që s'ka më ndryshu shumë. Ka më mundu me pregadit për jetën. Mirë se ma mirë se do flasin adoleshencë. Kur ti vi ko adoleshencës, do të marrëm televan. Më mirë se jam postervida. Ma bëri kështu. Kështu që ishte ajo pjesa. Edhe kisha këgjat ranë me shkrujt. Shumë e çuditshme. Nuk më ka ndodhur kur një jetë mos me ditë me shkrujt. Një këngë për një ndjesi. Për këtë s'ka mujt. Edhe masi ka lind, e kom sforcu vetën jashtëzakonisht shumë, tejmase. Deri sa ka ardhur kënga Nina Nana. Se unë prej ditës që ka lind Theo, ton konja kom kënu Nina Nana Nina Nina Nana Nina. Edhe një natë, isha tu e vunë gjëm, edhe a ishte na 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 Nina Nana. E vuna në gjëm qunin, edhe si kur më regjistru një linjë të koka ime me Nina Nana. Të nesërmën, shkoj në studio, ne kisha buk EP gati, kisha dhe i këngë tjetër. Kisha 5 këngë, dhe më thonë njana prej atyne ishte tjetër. Edhe i them tirit unë, këngën e 5 nuk jam e sigurt dua ta ndroj. Tu kriju, që apo dione, i herën pak fillit, e mori gitarën aje dhe më ka dalë direkt. Na 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 na. Atë ditë nuk e kom shujt tekstin, e kom lanë vetën me pushu, s'kom dasht me sforcu, se s'kom e disha që ajo kanga du të me kanga djali tem, edhe e disha që me bo me shkrujt në ato momente tekstin asoj kanga kom më dalë tem tjetër. Edhe thash jo, do e lejtë pushoj. E kom lanë vetën 2-3 dit, ashtë edhe pak ma gjatë, edhe kur më ka dalë Nina Nana, I was like, okay. Jo, shumë e bukur. Edhe kom kajtë shumë me qatë kongë. Njëtë që shkom kajtë edhe me kongën Hapsane, njëtë që shkom kajtë me kongën Do Jem, njëtë që shkom kajtë me kongën Të Dua, edhe njëtë që shkom kajtë me kongën Aman. E ke shumë shpirtëror të EP-n? E kam shumë shpirtëror edhe para se me e lansu këtë EP, kom thanë që absolutisht kjo EP është Fifi e vjetër. Ajo Fifi e vjetër që ma kanë bukë shtu si hashtag do këtë Fifi e vjetër, ku është Fifi e vjetër. Që kjo projekt, bashkë me kongën e Tirit, me Tirin që e kena në festival, është ajo periuda që thash let's go back to 2000. Po pra më duk si më i but kjo EP-a tek ty, ishte kështu si më i pjekur. Jo mundu me bo diçka ma shpirtrore, ma emocionale, jo të egrë, edhe atë do ta gjeni shumë shpejt. Të egrën? Po. Të vjen... Do rikthejem të egra.
Se del dashin a herë si përfaqe. Po ti ke, jetë se kisha nxjerrë të dy këngët e famshme që ke. Dhe kur i kam dëgjuar, ti ke diçka shumë specifike, shumë autentike në të shkruarin tënd, që është kjo, sidomos të këngët e dashurisë, që gati sikur e zaurohesh nga dashuria brenda në këngë. Ke një zaurim që domethënë ka plot këngë që thot I'll die for you, I love you. Kurse ti përdor çdo element, domethënë, edhe metaforikisht për të treguar se çfarë vujtje është. Pra, kam ndier shumë te ata që të ndjekin ty, ti shkon në një moment atyre me këngët e tua, që është ai momenti, është një therrje, domethënë ato kur zbulon dashurinë ose kur sa je ndar. Pra është ai momenti therrës që thua s'di kush jam, s'di ç'a jam, domethënë jam pa gjë, derisa ftillohesh, pastaj edhe thua një sekond, tash se s'është vetëm ai në jetë. Po u shkon shumë kështu deep, është shumë e vështirë ta mbash këngën tënde. Është shumë e vështirë ta mbash brenda, por në fakt e shijon shumë. S'di si, a më kupton? Po, pra shumë e vështirë ta mbash. Është shumë të thuash në kopshin e lodhe po djegem si e mirë, po presti me m'ka për errësire, me m'djer, rrugë me gjilpana, mi shtrusi për herë, që ti kur mos më mprek. Se marova, u tërbova, veten harrova pas teje. Këto janë të gjitha për shembull mua tash i prekem. Atë ndodh. Sepse po të ndodh, dhe po ti ke kap një moment që e çon deri në fund atë. Pra, në psikologji thuhet që shkoj deri në fund dhimbjes tënde që të dalësh në dritë. Po, është sikur kur shytesh. Dhe unë në fillim kur e dëgjoja këtë këngën, isha siç e ti me Adisin tani. Në një moment tjetër të jetës time. Kur je kështu, kur zbutesh, kur gjërat janë, ke fëmijën, ke këto. Dhe thoja, ore, shumë më pëlqen shumë si këngë, madje një këngë unë ta thash dhe në telefon. Jo, ishte Psikopatja jote që e kam dëgjuar ilegalisht para se isha te kënga magjike atëherë dhe dëgjoja dhe vija nëpër Tiranë me zët lart që ta dëgjonin njerëz se duke di pse doja që ta ndjeni se pëlqente shumë. Kështu që unë isha e para që kontribuova në marketing. Por gjithsesi, thoja, shumë, too much, shumë ngarkeska. Por pastaj kur isha në atë moment, e kuptova që ti je për momenti për fundin, para se të ngrihesh sipër, sepse realisht duhet të shkosh në fund. Do ta nxjerrësh të gjithën dhe ti i shkon vulnerabilitetit dhe je shumë e sinqert në vulnerabilitetin tënd. Dhe mua kjo më ka pëlqyer dhe te Big Brother, pavarësisht se ç'a ndodhi ose me rënien të fikëve, ti kishe një gjë që njerëzit nuk e kuptojnë, por në fund e respektojnë dhe ti çfarë do të ndodhi me ty ose çfarë do fansash, unë prapë them që të vi nga dashuria, sepse ti jep njerëzve në të drejtpërdrejtën tënde, mirë apo keq, u jep vulnerabilitetin tënd, që nuk ndodh. Ne të tërë fshejmë vulnerabilitetin. Dhe ti e jep aq bukur dhe kjo është pjesa jote, është shumë e sinqertë. Pra, mënyra se si e thua, është apo s'është histori e vërtet, nuk ka rëndësi për ne, jotja. Por është historia ime e vërtet dhe të tërëve, që është ai momenti i errët, që ti thua zemra pa gjak, dhe kur nuk je në atë moment thua, Fifi, shumë e rëndë. Por të tërë shkojmë në atë moment dhe ti e qanë. Unë e kam temën, këto janë edhe Psikopatja, edhe ka nga Zhurmë, edhe Ninu Dashnie, edhe ka nga Marova, edhe ka nga Dashnia nuk është falas, që shumë pak njerëz e njohin si këngë, edhe ka nga Jeta jem, që isha vjet në këngën magjike me të, janë këngë që nuk kam menu fare treg. Kom dash me nxjerr veç anën tem shpirtnore, unë që shpo njina. Për që ata nashta edhe i pia i ehon është ma e qetë. Po ja gjove mirë fjalët, edhe po i ngove kitë këngët, tak, realisht me ule dhe me i ngu si dëgjus, të bojnë me shumë varra, të hapin shumë plagë. Ato janë ca plagë që nuk mbyllën kur, ama kur ja nis me i pranu, ato mshelen. Tani ja nis me e kuptu këngët e mia. Masi që ajo plaga mshelet. Jo sa është qelë. është problem me kuptu këngët e mia kur je shumë mirë. Po ti ke shumë këngë për momente kur njerëzit nuk janë shumë mirë. E mendon edhe nga ana e marketingut të gjë, okay, the që disa këngë nuk i ke bërë, po them jo disa. Do me thonë, që janë këngë komerciale i komenu treg. Komenu me bu këngë për koncerte. Këngë që mos me pas veç balada në për koncerte, sepse baladat për i mysi njerëzit. Unë
s'du me shku veç Jo, mishti me patjetër kaj tuan ato për njerëzit. koncerte, i dim tash. Kjo është e vetmja rast kur unë bëj kompromis. Kur unë e bëj balada, s'bëj kompromis. Fare. E vetmja gjë që ja jap vetës detyrë është me lundru në për zhandre. A të ndihmon ty të shkruara me dhimbjen tënde personale me momentet tua të vështira? Pra, është dhe një lloj analize, një kështu zbërthim psikologjik që i bë dhe vetes? Të ka ndihmuar? Po, shumë. Moment që e nxjerri dhimbjen tem të vërtet në letër, ajo i bjen që unë jam të e pranu, edhe unë pëshërohem. Prandaj thash, duhesh me anis me i pranu gjën tënde që me mujt me e kuptu këngët e mia. Edhe për çata kënga Psikopatja edhe kënga Marova janë kuptu. Unë tash të kuptoj ty edhe pse bashkëpunoj shumë mirë me Florin, sepse dhe ai e ka, si thua, vë veten e vet në këngë. Është e padiskutueshme. Është si histori. Normalisht unë në shumë raste edhe hiperbolizoj temën, nuk është që jo 100% për shembull rrugt me Gjilpana, abedin. Se s'kam heq në Gjilpana unë, po është diçka e vërtet. S'mëret me këngë kur aty gjithçka kështu. Por di edhe me shkruajt historinë tonë. E ke bërë këtë? Ke bërë historinë e dikujt? Po. Ke bërë. Po patjetër që e kom bë. Patjetër që e kom bë. Jo, kam fjalë jo në këngët e atyre, këngët e tua. Jo, edhe te këngët e mia. Për shembull, më ka ndodhur më ma tregu ndaj kush prej shoqeve historinë e vet me të dashurin ose me atë që sapo unë nda. Unë jam kanë keq emocionalisht nashta me sanet e mia, edhe kom thënë, okay, prit. Se kjo sa po më rëndoj gjendjen emocionale, edhe muna me shfrytzu qëta për me bo, edhe me përdore edhe historinë e kësajna pak për me mujt me e hiperbolizu hala ma shumë storjen që është te kanga. Më ka inspiru mu për me më qute që ajo pikë që une me shkrujt filan kangën. Shiko se ndërkohë që ti për po lezeja prap, dhe realisht jam shumë falenderuese që të ftova vetes, sepse mundej që të bëja edhe një zbërthim të teksteve dhe jam akoma të vlerësoj akoma më shumë sepse kur i shoh tekstet them që realisht të ke super penën, se për shumë shoh këtu a je fiksimi i radhës apo je dhimbje e çmueshme që më i kërku bekimin babës. Pra këtu është tamam, domethënë mënyra se si ke ndërtuar ti këtë strofën e parë, ai magjia që e fryp anës, sa me pas fuqi me ndru kufit e hartës, a jeti që ai që kamelon me mthirr edhe idiot edhe shpirt, a jeti që ai që un kam me i kërku falje edhe pse ti ke bër gabim. Edhe mua më kujton tekste franceze, është i tekst në me kit pa, që është kënduar dhe ka një video shumë bukur të këngëtarit që harrova emrin që qan, edhe ai thot unë nga dashuria bëhem edhe qeni yt, edhe hija jote. Dhe këtu kur thua ti që unë do të kërkoj falje pse ti ke bë gabim. A jeti qaj që unë duna me sakrifiku gjithçka, është ajo momenti i parë kur nashta e takon një partner të mundshëm ose whatever, edhe ti e shet që po të vinë do komente, do elozhe, po si përgatiti veten këtu për vulnerabilitetin e dashurisë, që ti nga dashuria je gati të bëhesh dhe hija dhe qeni, dhe kur ka gabim ti thuash, dhe ndërkohë e gjitha kjo lidhet kaq bukur me titullin Psikopate. Dhe ta thash këtë se po bëj si analizë letrare, po ka shumë tekste këngësh të cilat nuk bëj, harrojmë të tekstet e koncerteve. Po ka dhe tekste, po them me tekste poezi që kam dëgjuar që janë tekste shumë që mos po bëjnë sens. Kurse ti e ke të mbledhur të gjithë gjën rreth fjalës, se ka ca rregulla letërsie në të shkruar, që ti ke mbledhur gjithë gjën edhe çdo detaj i shkrimit është me psikopaten. Pra, ti je kaq psikopate sa që i kërkon falje pse ke bërë gabim. Ai do ndroi kufit e hartës, kupton? Pra, ke shumë gjëra që je mëkati i preferuar, je dhurata ime e Zotit, pra e ndërton shumë mirë. Dhe pyetja ime me këtë analizë që unë i bëra letrare, nuk e di, edhe facat e tu, ka se unë nuk e mendoj sikur shqipe kom pasur mirë. Po, tash ç'a lidhje ke ti me gjuhën dhe me leximin, me librat, nga të vjen ty, se nuk të vjen kot penë, të vi pena që të shkruajnë edhe në burg, bëj dhe poezi burgu, bëj dhe këngë, ka njerëz që rimojnë mirë, po ky lloj ndërtimi fjalie dhe ky koncepti është prej meja. Deri në moshën 25-26 kom lexu shumë. E kom pas terapi me lexu. Ç'a lexoja ti? Ma shumë libra psikologjik. Okej. Mrapa nuk ja kom varë më fare librit, kom bo shumë gabim, e shoh që e kom të nevojshme me lexu dhe duna me fillu me lexu prap
Që Të thash, i thash të lexonte Princin e Vogël. Po, do ta lexosh. Do ta lexosh. Në të njëjtën kohë, përveç librave, deri në atë moshë kam pas pa filma i jashtëzakonisht shumë. Këtë kam filluar me bo prap tani, kohët e fundit, se kam nevojshme me shti imagjinatën në funksion. Në momentin që unë nisi me ndërru ma shumë sa që dohet, di me e qu vetën në qatë pikë sa me vujt shumë. Edhe me u kthy prapsht. Kam pas ngu muzikë shumë ilahi, rukje në qatë periudhë. M'jep ke frymëzim për me... Qa është muzika më falë? Muzikë e fesë islame. Janë melodi qetësuese, janë melodi... Janë fjalë të Kur'anit, ma qartë, ma shkurt. Edhe mu më kanë pas dhanë dhe vazhdojnë në m'japin një qetësi të pafundme. Kur i dëgjoj, këtë periudhë kam fillu me lëshu këgja shumë edhe manifestation frequencies, që po më ndihmon, unë s'di me meditu, po pilshoj edhe në sfond, ma japi një... Sa megahertz? 478. 478, okej. I guess, nëse s'jam gabim, po, 478. Këgja ma japi një farë qetësie, kom nis prap me i bo qëto, që kom pas bo dikur, përveç edhe librin që duna me futë në sistem. Unë besoj që duhet kesh dhe intuit shumë të fort për te. Kam edhe dhe librit ka ndihmuar edhe, po edhe intuita jote. Kam edhe intuitën e fort, po e kam edhe imagjinatën shumë të shfrenume. Babi jam tregon, kur kam qenë në qerdhe në Gjermani, çdo 6 muaj u bëjke një konsult me psikologun. Edhe i kishin thënë babës tem që goca jote me 9 për 9 vjeç. E ka imagjinatën shfrenume shumë. Në më dhoni shfrenume. Shika, imagjinata është pushtet, zemra. Unë gjithmonë besoj, edhe madje unë kam një program që psikologja që është këtu thotë është problem shumë i madh kur njerëzit s'kan imagjinat dhe na vinë terapita se nuk i japin dot zgjidhje gjërave, nuk se duhet të imagjinosh dhe duhet të vizualizosh, të shohësh. Dhe ato që kanë imagjinata ja dalin më shpejt vështirësive. Ka përxej më shpejt se ato që s'kan imagjinat. Këtë nuk e di si funksionon. Ç'është një tekst që të ose një këngë që për shembull, jo këto këngët e njohura, po unë sa që flas me artistë, ato kanë gjithmonë një këngë që të tjerët nuk e din aq shumë, për ato e vdesin për atë këngën. Ke një këngë ti që e do shumë, edhe thuaj që kjo këngë s'u bë kur popullore, po thuaj që është super këngë. Po, për shumë këngë thëm. Shumë këngë të mia thëm. Pse? Për shembull kënga refuzuar e albumit Vëmendje. Albumit Non, në fakt. Kur nuk e kum kuptuar, kum lënë albumit emrin Vëmendja Non. Adres Nona Vëmendje ka. Po, se janë nën ka. Adisi ti të tëra këto? Po, Adisi është menaxheri jam. Mund ta vësh prap, e bukur që ka. E teksti që ka shumë i qartë. Me një psikolog në rrethin tem o krim. Spontanisht me kajt, krejt thojnë drama queen. E para me në gabimisht ty me fikt. Ke aktru do vëmendje. Ke shkallu do vëmendje. Është shumë thellë teksti. Po, është shumë thellë, më ndoshta ato që kanë marrë mos kanë marrë çiksi shumë personale tënde. Po sepse është personale, për që ata kom lanë këngën e parë të albumit. Tani është kënga refuzuar, prapë e albumit. Pastaj është kënga Trauma. Ka ndonjë këngë që se këndon dot më? Këto si kroj. Si këndon dot? Dhe unë mezi po pres me e bo koncertin tam të parë që me mujtë me iknu prapë këto këngët. Sepse na folëm që t'intervist ka gja shumë për këta njerëzit që na qojnë kësi hate kibernetik, a kuptan? Po unë kam pafundësisht fansa që ma dojnë muzikën. Po e di, ke të çmendur me kuptimin e mirë fjalës. Shumë loyal, i kam me vite edhe nuk janë kalamaj, janë të mëdha, janë të rritur. Di, se goca që një unë është 20 e ca vjeç. Po, edhe po më vjen mirë që tash ka fillu edhe kjo gjenerata e re me i dasht këngët e mia edhe po rritën me këngët e mia. Unë absolutisht jam shumë e lumtur edhe për që ata mezi po pres me bo koncertin tem të parë që edhe ata që s'kan mujt me ardhë në për koncertet mia me ardhë me pa koncertin tem. Koncertin e Fifis show. Jo veç... Po kur do ta bësh? Po bëri shumë recitale, në fakt shumë artistë dhe ti ke goxha repertor. Do ta bëj tani
në vitin 2026 me kismet Zotit. Unë jam pregaditje, unë najna tu marrë me stafin, ja kena nisë me mbledh, edhe kena fillu diskutimet me shkry projektin. Me zifë vres, të më thonë, është gjëja që e kom ndru këtë jetën me pa vetën në koncert tamin. Jo, është fantastike dhe shumë mirë, sepse mos harrojmë që para 10-15 viteve, përveç asaj pjesës të paktën në Shqipëri që nuk dëgjoni fare muzikë shqip, po ka qenë një periudhë që këngëtarët nuk kishin as kushtet e mira për të kënduar, pastaj kushtet filluan të rregulloheshin dhe tash kanë filluar koncerte, stadiume, Albans Skënderas apo mbylli 3 koncerte. Mega sukses. Mega sukses. Të parët që thua guxuan, dolën që janë suksesshëm dhe mendoj që ka vend për largëmishmëri të tjera. Unë kam 3 vjet gati që diskutoj me ekipin tem për koncertin. Ata kanë qenë gjithmonë, hajde dush me bo, unë si jem kanë gati. Realisht nuk jem kanë gati as ka ana emocionale, as ka ana artistike. Këtë më thëshën, po ti unë isha absolutisht kundër. Unë nuk jem kanë gati, unë nuk jem një gati. Tash ka ardhur koha që unë me bo një koncert për Fifin. Edhe mja shpërbly, do me thonë, mja dhanë vetës që durat. 2 koncerte, një në Kosovë dhe një në Shqipëri. Jo, do bëj tur. Ashtu e kena një gjysmë mendimi, inshallah për na del që ashtu që shpëmenojna. Dhe masi do t'a jap ekskluzive këtë. Momentin që unë do dal me koncertet e mia, unë nuk shkoj më në për klube. Sepse realisht nuk më interesojnë pastaj. Do më interesoja e gjëja ime. Ta bëj koncertin, turet e mia dhe të fokusohem me bo muzikë të mirë për njerëzit që do më ndjeken, edhe me kriju muzikë të mirë për koncertin e radhës, edhe me anis me bo qysh funksionon edhe në për Evropë. Në për Evropë, në për Balkan. Artistat me bo koncertet e veta. Aty shihet kush qysh tek fuqie e ka. Jo, është, ju keni ndëruar për këtë punë që kur fillon të këndoheni, skena e madhe është e gjitha, kështu që